Do të themi te problemet e artit, tek ajo që kemi diskutuar edhe vitin e kaluar në fund të vitit, tek rasti i parashikimit Simakut. Po. Fjalët tuaja që më keni thënë atëherë që duhet shpëtuar për të nxjerrë nga kthetra. Duket se po dalin vërteta sepse videoklipi i fundit që ka bërë i këngës në mos gaboj me titull Dashuria. Porno. Ju besoj e keni parë. Porno, më falni për fjalorin, pa akt seksual real. Po është porno. Çfarë kuptuat këngën e bëri Eltoni me Parashivin apo Parashivia me Eltonin? Kush ishte protagonisti aty? Ky është Elton apo është Elton tash se më keni ngatruar tash, nuk e marr vesh domun. Pra për të ironisë tani, a është ky çmimi? Jo, s'është ironi. Është Eltona apo është Eltoni? Apo nga mbrapa, më thënë, nuk ndihet mirë nga para është burr. Si i bie, domethënë. Nuk e arrit ta konceptoj, megjithatë. Ai ana është ky çmimi i timës. Ky është çmimi i timës, duhet paguar. Në videoklip ky çfarë desh? Kjo. Atë po pyet. Pra është çmimi i ndihmës ky që e ndihmoj, ky është çmimi që duhet paguar tani që të futet edhe te ana artistike, e ndihmoj ana humane në rregull. Tani unë e di po mundohem sa njerëz miku im e dinin që Parashkevia ishte homë, ishte rrugëve. Të gjithë këngëtarët, me gëzime, me të gjithë e dinin. Dhe Frederik Wendy, të gjithë e dinin. Po ajo donte Hollywoodin në mënyrën e saj. Pastaj dolën që jo politikanë përdhunuan, edhe mund të jetë shumë e vërtetë, ose ngacmuan ose gjëmuan. Po patjetër, se vajzat e bukura atëherë, sidomos Parashkevia që ishte me emër, okay? Tash themi drejtën. Pasi se ne flasim për Parashkevin dhe ishte vërtet vokal shumë gjigant, po ka qenë dhe Anita Bitri, që nuk jeton më, apo gaboj. Kanë qenë dhe të tjera, tash legjenda ka qenë Vaçe Zela për mua. Për mua. Që ishte një vokal që nuk ka afroi dot njëri, me një kitarë ajo bënte mrekulli. Pastaj i thanë gjithë, dhe Gjergj Leka si i merrnin këngët e Parashkevis, apo kush futej që i merrnin. Atëherë sigurimi atëhershëm ka qenë që ata janë prapë sot, të dim çfarë themi. Ka qenë një tmerr. Jo se lidhet e kjo me artin, me muzikën, nuk është se lidhun se dua unë. E kuptoj shumë drejt. Qëndron, por do ju pyesja përpara të kalojmë edhe tek deklarata që ka bërë Eltoni për kohën e komunizmit dhe të përndjekjes, më lejo t'ju pyes edhe një herë tek videoklipi. Një njerëz që ka një muaj që ka dalë nga psikiatria. A mundet që të jetë gjendje të bëjë një videoklip në rrugët e New Yorkut? Tash nga psikiatria kemi dalë gjithë nga barkunanës, po e them me shaka, me batut. Po ajo ka doza të tjera. Të gjithë kemi momentet tona. Nuk ka mundësi mos kemi momentet tona, se lindëm gjithë të njohur apo në thonjza vipa. Kush janë këta vipa me 3 gërma, një hëngër të mort, një hëngër pse si ha. Themi neve ande nga Vlora, se o flas dhe çik lapçe, se më kujtohet Velça dhe po se kputa në nga tona ti bie që mos jem vetvetja. Se ta bëhet më e bukur me ata. Nashin, themi në labët. Erdhi dulla që të bëhet lula. Erdhi mashkull dhe na ka ta ndis në femër, por që nuk e them unë se dua, po nuk dua, se çdo njeri ka drejtën e tij të bëj, ndaç ta haj, ndaç ta japi, ndaç të marrë, ndaç të psonisi, ndaç të bëj çfarë doj. Por ti nuk ke drejt luash me njëri që është i smur. Kjo është e imja e fundit. Nuk ke asnjë të drejtë që të luash me njëri që është i smur. Përfitoj, e bëri që në fillim atë që kam thënë, asa janë dhe ja ku dolën. Ja ku dolën. Kjo është e vërtetë sepse bëri një pornografi pas seks aktual. Ky është mendimi im. Del Parashkevia, ai ka hije Parashkevia se mbulohet, do të bëj naze, po s'bën më tash. Je je tjetër, nuk je ajo që ishe. Tash ti doli dhe Mbesa, që e dashka shumë. Mbesa pse doli tash, apo nëpërmjet hallës, po shes unë një tip vokali apo. Merre me lotë, kupton çfarë bëhet me njeriu sa më thënë që të duan të shkelin me këmbë. Pra përveç zërit, asgjë nga originaliteti i saj. Parashkevia për mua e mbylli kapitullin e saj fatkeqësisht. Ka hallet e veta, duhet ta linin në hallet e veta, nëse donin ta ndihmonin, vërtet, ti gjeni një strehim ose ta ndihmonin në një farë mënyrë, mund të gjendën një punë në rast se është aftë të bëj punë, edhe ta linin atje të qetë, në kuptim që ta respektonin për atë që ishte. Tashti nuk është më, mbaroj. Unë jam dakord. Legjend, pa legjend, çdo gjë ka një fund. Po dhe Skënderbeu, ne di pse e ngrem sot.
Se duan mburren me diçka, jo se di njëri për Skënderbeun ç'a bëhet. Ktu s'dim për Ismail Kemalin. Pyeti nxënësit e shkollës, sot din vetëm ç'bëhet me seksin dhe me drogën. Nëse dëgjon gjë tjetër, mua hajde mbështu surrat ti dhe gjithë populli. Pra, Sepse ajo nuk kishte vetvetja, edhe kjo që bëri, domethënë, nuk përdorën nuk kishte. As se ka iden ç'apo thot. Asaj ndoshta mendoj unë, nuk jam i sigurt, po ndoshta mendon që dikur ka kënduar, e thash dikur dhe fillova të gjykohesh aq shumë, siç e kemi në zakon, më vrap të vëm stampën pa ditur çfarë tha ky njeri. A dolën? Po biseda e vërtet që dolin, sepse e njëjta që kemi bërë në dhjetor, fjalët më dolën tash. Po dëgjoj, nuk mund të bësh mirë ti kur ke pasur një problem psikologjik 10 vjeçar ose 9 vjeçar ose 8 vjeçar, edhe pa pritur erdhi një lulu tash që të erdhi, domethënë të bëri të rikthej prapa atje ku ishe. Nuk ka mundësi. Nga doli ky? Ky doli të reklamoj vetën e tij, kaq, milioner thot. Si u bën këto milionë? Mos i bëri ky me modën. Po dal të çojmë shpakun dhe këtë një ta marrë çik një pyetje. Vetëm po të thirrën ata, tregon vetë gjithçka. E them në shaka, po se spaku na është bërë, domethënë do na vjen në shtëpi. Nëse unë jam biznesmen, ka shumë aktorë tjerë që janë biznesmen, se si u bën këta strategjike, u bën për shavash do u dalit gjithve. Se nuk është e mundur tash ti shkon në një koncert, edhe pas ke në shtëpi $1 miliard apo si i bie, nuk e. Nga dole, nga i gjete, nga i bëre. Unë s'po i gjej për vete. Edhe unë zirë më javë 3.000, po sa taksa jap, kush më pyet? Lemë po për kamionin këto, s'një letë asin që prapë. E nis nga ngis. Ndërkohë që diku nxinim më shumë, diku nxinim dhe 30.000 muaj, kur ishte bumë e madhe, me Trumpin ndodhi bumë e madhe. Pastaj era, tash pse era? Ndërkohë që Eltoni thot, po përgatitet për koncert në Shtatorën Tiranë. Pra, drama vazhdon. Dështim total. Mos e harro kurrë, nëse vërtet kjo do bëhet. Ajo femër është gjunaf, po do ngelet për shqiptarët ikona më e keqe. Domethënë atë që do shohin, jo si ikonë si parashkjevi, po me atë gjest që do bëj. Sepse nuk është parashkjevia për atë punë. Tash ja duhet të themi drejtën. Unë nëse e shoh që nuk jam për atë punë, nuk jam, më kthen nga duash, bëj çfarë duash, nuk jam.